Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela raportoi në Këshillin e Lartë të Prokurorisë në lidhje me punën e bërë gjatë vitit 2024. Ai u shpreh se 2024 ishte një vit jo i lehtë për shkak të numrit të ulët të prokurorëve dhe ngarkesës së madhe. Gjithashtu ai ka theksuar se një bashkëpunim i frytshëm ka qenë ai me prokurorinë e posaçme, ku nënvizoi se gjatë vitit që kaloi drejt kësaj prokurorie u transferuan për kompetencë 61 referime procedime penale që lidhen me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Ngarkesa mesatare për çështjet e përfunduara sipas numrit faktik të prokurorëve në vitin 2024 rezulton se është më e lartë me 156 çështje të përfunduara në Prokurorinë e Tiranës dhe më e ulët me 100 çështje të përfunduara në Prokurorinë e Vlorës. Për sa i përket raportit numrit mesatar të procedimeve të regjistruara sipas numrit faktik të prokurorëve, mesatare çështjeve të regjistruara rezulton Tirana 177 çështje të regjistruara për prokuror, Shkodra 153, Saranda 138 dhe mbyllet me Gjirokastër 95, Berati 93 dhe Dibrën 82. Nëse do të bëjmë një mesatare të çështjeve të regjistruara në rang vendi për prokuror faktik, shifra është 135 procedime penale për prokuror.